Motori i avionit Air Air shpërthen gjatë fluturimit, piloti bën ulje emergjente me 80 pasagjer në bord. Momente paniku përjetuan pasagjerët e një fluturimi në Nigeria të mërkurën pasi dëgjuan një shpërthim dhe më pas panë se një nga motorët e avionit ishte dëmtuar rënd. Në videon e regjistruar nga pasagjerët e fluturimit të kompanisë shihet motori i majt i shkatruar, ndërsa avioni ishte në ajër gjatë itinerarit nga Lagos drejt Port Harcourt. Si pasojë e situatës, piloti u detyrua të kryente një ulje emergjente, ndërsa sipas njoftimeve zyrtare, asnjë nga 80 pasagjerët në bord nuk mbeti lënduar. Pasagjerët treguan se gjatë zbritjes dëgjuan një zhurmë të fortë nga ana e majt e avionit. Komisioni për hetimin e sigurisë së fluturimeve në Nigeri bëri të ditur se ka nisur një hetim për të zbardhur rrethana të këtij incidenti të rëndë.